Të nderuar teleshikues mirëmbrëma, përshëndetje drejt nga Studio Sport, pa humbur kohën nisim të emision ku në fakt jemi në ditët e botërorit 2026 dhe gjithë vëmendja e publikut të Shkodranë dhe Mëngjer është tek botërori, por ne nuk mund të anashkalojmë dhe sukseset e vllaznisë, sepse kanë koinciduar pikërisht edhe në javën që lam pas dhe njëri prej tyre është edhe sporti atletikës. 18 herë kampioni i Shqipërisë, rradhazi për meshkuj, vllaznia dhe i 30 titull historik. Një rekord historik për atletikën shkodrane. Do flasim pra për atletikën sonte, do flasim edhe për sukseset të klubit futbollit Shkodra që kishte edhe festën e përvitorit, ndërkohë që do flasim edhe për vllazninë e cila përpara pak minutash mbylli miqësoren përgatitore ndërkombëtare ndaj ekipit Deciqit të Marit të Zi, ta kemi luajtur në Loro Borishit dhe mbyllur në barazim 1-1, ndërkohë që është hedhur dhe shorti për turin e parë të kompeticionit të UEFA Conference League dhe vllaznia do të luajë përballë Malishevës së Kosovës. Është historike, për herë të parë luajnë këto dy skuadra në një kompeticion të tillë. Pra këto janë pikat kryesore të emisionit, do të ndalemi natyrisht tek botërori 2026, do të përpiqemi në ndonjë lidhje të drejt nga Amerika, aty ku emocionet janë edhe më të shumta, aty ku jetojnë edhe shumë shqiptarë dhe kryesisht edhe ish futbollist të vllaznisë. Pa humbur kohë, duke na shoqëruar kolegët e mi në studion e transmetimit, në pultin e transmetimit Ensar Basha dhe Florian Gerdani, nisi prezantimin me Dori Tafen, që ka këtu pranë dhe kupën e vllaznisë dhe një vlerësim me të drejtë nga Federata Shqiptare Atletikës. Dori Tafa plani nga regjia për trajnerin atletikës, është një kuartet trajnerësh, e kemi thënë edhe herë të tjera, njëri prej tyre dhe shumë i suksesshëm në këtë sezon të këtij viti, duke pas parasysh se drejton edhe një nga atletët që bëri mjaft mirë, Mohamed Çengeli, bëri një figurë me të vërtetë tepër cilësore, është sonte në studio. Mirë se erdhe Dori. Grazie, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që jem në studion tuaj. Natyrisht këtë titull kampion që ekipi atletikës ka marrë të vjetë ishte tepër i veçantë, sepse ishte i 30 në gjithë historinë atletikës shqiptare. Një rekord në vetvete, një rekord që e mate ma përpara ekipi Partizanit me 29 tituj dhe me punën dhe përkushtimin e kolegëve të mi, kryetrajnerit Albert Marashi, Doron Rotanit, Jetmir Jajës, ja kena arritë që këtë rekord ta sjellin pranë vllaznisë. Mirë, në flasim diçka dhe mëgjërësisht, regjia lutem të hapim pak planin tek profesor Tafa, ku ka kupën, është kupa e 18 radhazi dhe 30-ta në historinë e atletikës shqiptare, si dhe nderimi nga Federata Shqiptare e Atletikës, ndërkohë që në krahun e djathtë të Tafës është Arber Shitani, trajneri i futbollit. Mirë se erdhe Arber. Mirë se gjeti. Ekipi thënë dhe herë të tjera, jeni ndër trajnerët më të suksesshëm të sezonit që sapo mbyll, pjesë e stafit teknik të klubit futbollit Shkodra, ku pak ditë më parë festuat me një ceremoni, mund të themi madhështore, ishim prezent dhe i përcollëm, do të kemi një kronik për këtë qëllim. Një mbyllje e sezonit me shumë sukses dhe mes tyre dhe skuadra U17 që u drejtoni, u shpa kampioni i Shqipërisë. Urime. Faleminderit. Po, të them drejtën, ju bë një mbyllje shumë e mirë, me një ceremoni të drejtën që i shkon për shtat një sezoni të mirë, jo për 17, por në gjithë rezultateve të akademisë, ku të them drejtën, ka një vit shumë pozitiv dhe me shumë suksese, dhe besoj se u mbyll në mënyrën më të mirë të mundshme edhe me ceremoninë që sapo thatë. Bukur, i kënaqur është përvoja e parë, sezoni i parë me klubin Shkodra, apo jo? Po, sezoni i parë është, e kam thënë edhe më përpara, normalisht që nuk është shumë ndryshim, sepse jeni arrit në Shkodër dhe jena të formuar në të njëjtin ambient dhe sigurisht që nuk është një vështirësi e madhe, por sigurisht që është shumë vlerësuese nga ana jeme, gjithçka që unë kam gjetë aty dhe çdo gjë që ne kena ndërtuar bashkë gjatë këtij sezoni. Natyrisht që edhe përvoja nga Akademia Vllazniku ju keni drejtuar vitet e fundit, por edhe nga disa skuadra të tjera në Shkodër, madje edhe në Laç që keni qenë drejtues
i atjeshëm kanë dhënë efektin e duhur. Do flasim në vazhdim edhe për të, kemi një kronik për festen, dhe ftuari i radhës është Ersi Çaku, zëvendësraneri i ekipit të Vllaznisë B, që u shpall kampion i Shqipërisë në kategorinë e 3 dhe fitoi të drejtën për të kaluar në kategorinë e 2. Mirësevë dhe Çaku. Faleminderit për ftesën. Një pjesë e mirë e futbollistëve tuaj të Vllaznisë B ishin fush sot në misorin Vllaznia Deçiçe. Duke që tekniku Martini po vëzhgon disa nga elementet tuaj, duke nisur nga kapiteni Enes Papaj dhe të tjerë, por edhe sulmuesi Alele. Po, unë noqa vetëm pjesën e parë, sepse për disa kushtet mia personale vërgova. Normalisht që na qysh ditën e parë që kena njës punën tek skuadra, një dy prej objektive që ka pas klubi në fillim të sezonit, ka kënë ngjitja në ekipit një kategori manel, edhe normalisht elementet e spikatëna, jo vetëm momental, por të gjithë sezonit të jenë të afrohen pranë skuadrës parë dhe të kenë një mundësi të mirë. Këtë periudhë Vllaznia ka nisë në thojë se një periudhë seleksionimesh, ku pjesë e kësaj ka kenë edhe dy tre lojtarë të cilët vitin e një vit më përpara me pranë ekipin e dytë kanë bërë një sezon të mirë. Dhe çapo është për pjesë parë, normalisht që me thënë drejtën ajo cilët më bëni përshtypje ishte loja e mirë e Papajt, cilët është një lojtar i mirë për klubin dhe shpresoj shumë që ti shërbejnë në vazhdimsi. Mirë, të ndërrosh Iguç, ky ishte prezantimi i studios, ne do të përpiqemi, ndërkohë që orari nuk është shumë i përshtatshëm edhe për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku komuniteti shqiptar, si gjithë të tjerët, janë të angazhuar me punë deri vonë, sepse atje është një orë tjetër, por gjithsesi ne presim një mundësi lidhje, por e nisim me emocionet e botrorit, fillimisht me pas do të kalojmë tek kronikat që ne i prezantuam do të flasim me Shqytanin fillimisht, çfarë po i bën përshtypje në këto ndeshje të para. Ka pasur rezultate ndoshta edhe të papritura, por gjithsesi kanë filluar të skicohen edhe ato skuadrat të cilat e synojnë trofeun. Për të çorarit si na bën shumë përshtypje, thënë drejtën se janë orare pak të vështira për të njeh gjitha, sepse vetë zhvillimi i kampionatit në një kontinent tjetër e bën disi më të vështirë, sidomos këtë fillimin ku ka edhe ndeshje shumë. Të drejtën, këto ndeshjet e para nuk të japin një pasqyrë ndoshta të plot të asaj për të kryer një projekcion në të ardhmen. Kur flas në këtë rast flas për shembull për Spanjën, e cila është një nga ekipet më të mira dhe me pritshmëri më të larta, gjë që nuk u shfaq aty ku duhet, ndërsa pjesa tjetër besoj se ka pas ato surprizat e këndshme si rasti i Marokut me Brazilin, ku pa me një skuadër shumë të mirë, dhe gjykoj se jena ala në shumë shpejt, duke pas parasysh dhe numrin shumë të madh të skuadrave që marrin pjesë këtë radhë, dhe normalisht që këto ndeshje e para mbeten për të shiju, para më duhet kalojmë ndoshta në një fazë tjetër për të kuptuar më mirë se cilat do të jenë rivalet kryesore nga këto që kena pa. Te këto skuadra që kena pa deri në këto momente, gjykoj se Franca është mbrana e pritshmërive, ku realisht ka një potencial në organikën e vet të jashtëzakonshme, gjykoj më të mirën e kompeticionit. Por një Francë në pjesën e parë pati jo pak drithërima, mund themi. Shiko, ne po flasim për një Francë e cila luajti me ekipin më të mirë afrikan siç është Senegali. Pra një skuadër në tre momente se mund të ishin gola. Po, them drejtën, është cilësi e ekipeve të mëdha ku probabiliteti është që më shku shumë larg. Kjo që ju sapo tha që edhe në momentin që kundërshtari mundet me kenë më mirë, ata e kanë besimin te cilësitë që kanë dhe i zgjidhin. Ajo është ule se topi u rrotullua te këmbët e portierit dhe shpëtoi mrekullisht. Nuk mund të flasim që 90 minuta mos ketë edhe kundërshtari, kur flasim tash edhe për Senegalin, i cili ka një ekip të mirë, edhe momentet e tij, por ama futbolli është 90 plus tash ka shku 100 minuta edhe me këto ndërprerje, kështu që në fund 100 minutave gjykoj se Franca ka tregu të gjithë ambicien e saj për të shku shumë larg te ky kompeticion, dhe në gjykimin tim, po ala Anglinë dhe Portugalin,
gjykoj se Franca në gjithmonë gjykimin tim është ekipi për të mund kush pretendon me iknal. Akoma nuk kemi parë Anglinë dhe Portugalinë thekson shqiptari, ku te Portugalia natyrisht pritet një emër i madh siç është Cristiano Ronaldo, por te Çaku një tjetër emër i madh, Lionel Messi, shpërtheu me atë moshë që ka 3 gola ditën e djeshme. I dha Argentinës një fitore duke pozicionuar si pretendente. Me thonë drejtën, si shta edhe profesor Arbi më përpara, këto oraret pak të çuditshme ndoshta nuk po na japin mundësi që ne të shohim to neshët e plota, sepse Argentina për një prej ekipeve për mua të kompletuar të këtij kampionatit dje luajti një orar, mbrëm luajti një orar të papërshtatshëm pasi që ishte ora 3. Por gjithsesi Messi ato që apo në kronik, gjithsesi Messi nuk është e rastësishme, sepse për mua Breziu është më shumë fat që ne kemi arrit Messin si lojtar ta shohim duke luajt futboll, sepse me thënë drejtën për mua është një prej lojtarëve më të mirë të historisë të botës. Për mas me egzageru ose mas me hinë preferenca personale, për mua është më i miri, sepse unë nuk kam pa shumë pak më shumë sekuenca Maradonin dhe mi gjitha shumë më pak Pelin. Pra për mua është futbollisti më i mirë historisë të botës, edhe mua nuk asnjë gjë që banej magjike me topin kam, mua nuk mban më përshtypje. Tek goli i parë pati përlotje të tij në fushën e lojës, pas ndeshjes e shprehur me gazetarët se ka kaluar një moment kritik përpara ardhes në botëror dhe shokët i ka qëndruar pranë, nuk e kuptuam qartësisht se për Jo, unë këtë nuk e di, sepse nuk kam marrë shumë jashtë fushës futbollit apo diçka tjetër. Nëja gac Këtu ishin lajmet e sotme. Po, ne shohim Messin si Messi i përlotur tek goli i parë dhe e sqarote pse e kishte këtë përmallim, sepse ka kaluar një moment kritik jo pozitiv, ku shokët, kolegët e tij të skuadrës janë gjendur pranë. Kështu ishte shprehja e tij. Ne i shohim si idhull ton, pra kur përmendim Messin, pra ne i shohim si një person cilët ka i herë me ato magji që bojnë to në fushën e lojës, ne i shohim si jo njerëz, por kur ulen e fije me kam tokë dhe kur mendojmë, edhe ata njerëz si gjithë tjerë, dhe ata kanë probleme, kanë gjëra të ndryshme të jetës që i kalojnë edhe patjetër që mund të shfryjë një moment. Po për sa i përket botënori që tash po zhvillohet edhe po me sa di unë janë 3-4 ndeshjet e fundit që po mbyllet. Ajo që ndeshjet e para. Po, ajo që ndeshjet e para të para, ajo që më ka bë përshtypje janë barazimet e shumta të këtij kompeticioni, të cilët me menu që sa të më nuk ka skuadra të lehta, ashtu siç me thonë drejtën personalisht një edhe një keqardhje të madhe, pavarësisht se formula e këtij kompeticionit është e tillë, por mundi një keqardhje si kombëtare si e jona nuk është në këtë botënor duke pas paraqitjet e Cape Verdet edhe Curaçaos, të cilët për mua janë dy ekipe të cilët janë shumë të dobta. Më shumë Cape Verde morë një barazim me Spanjën, më shumë për merit të Spanjës se sa atë që boni ajo në fushë, dhe në një keqardhje të madhe për kombëtarin tonë si shpresoj shumë ditë ardhme të jetë pjesëmarrëse në këto kompeticione. Profesor Tafa teksa po komentonte trajneri Çaku dhe kur po theksonte vlerat dhe meritat e Messit, ju pashtë e pohuat me kënaqësi. Çfarë vlerësoni të ky futbollist? Duket se e ndiqni prej afërmi. Me çfarë konstatova? Me Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo më duket se kreç shkenca e sportit sikur ka poshtë. Diku në moshën e tyre janë tërheq futbollistat, kurse këta janë në nivelin më të lartë që mundet me pas edhe një pra dhe kërkojnë prep në të më nalt. Unë besoj që mund të pas edhe shkaqe personale, por bamja një golit në këtë moshë, qenja aktiv
gjatë gjithë lojës. Pra, në qoftë se në ndeshjen e parë pati këtë performancë, ndoshta në ndeshjen e dytë kanë muçu me marku Mesin dhe kanë me metë ndoshta 2-3 lojtarë tjerë të Argjentinës, pra Messi është një shtys tepër e madhe për Argjentinë. Jo një kapiten, por një super kapiten. Ka shuhet shumë nga ana fizike, po arma tjetër fort është elementi tekniko-taktik. Ju si specialist i atletikës dhe fizik. Në qoftë se Messi ka një përgatitje shumë të lartë atletike, Cristiano Ronaldo ka një përgatitje shumë të lartë fizike. Pra kemi dy nivele të ndryshme, Messi atletike, Ronaldo që nuk është teknik Ronaldo, por Messi ka një klasë tjetër në teknikën e tij. Por i pa me neshjet e para, po kryen si dhe neshjet e para, të neshjet e dyta do të besoj se do të shohim edhe një rritje të Brazilit, jo me në atë nivel loje që ishte të neshja e para. Besoj edhe Spanja ka për të treguar që jam edhe vetë për të ndërë kryesore. Shumë fansa ka Spanja, konsiderojnë favoritë, por takimi i parë duke qenë nuk ishte bindës. Po thuj se kretë ekipi mund të jetë një pjesë e Realit, një pjesë ashtu, ka shumë tifoza që janë edhe të Realit edhe të Barcelonës, dhe presin prap që Spanja tregojnë atë nivelin më të lartë me Yamalin edhe me lojtarë tjerë. Me kesh tifos Doritafa? Faktikisht në këtë kampionat botëror nuk është ai ekip, unë jam me Italinë. Ka kohë që Italia ka shumë probleme. Nuk është maja Italia që dikur kishin frikë, pero mund t'ja marrin pikë, si ja mori dikur Macedonia që nuk e la me hi duket në Europian. Edhe këtë rallë Bosnia, pra Italia ka shumë probleme. I mungojnë ata lojtarët nga mes fusha e sipër që bëjnë diferencën. Për me qenë se po flasim për individet që po bëjnë diferencën, Mbappe shkelqo, edhe e nisi mbarë dhe duket se është në formën më të mirë sportive. Vrapoj shumë edhe shumë efikas për para borde. Shiko, kampionati botëror... Nëse se Franca do ta ketë si pikë të fortë dhe armën kryesore Mbappen? Sigurisht, ka tregu ndër vite se është pika më e forte e Francës, por ajo që ne shohim, ajo që ju thot më përpara që e shohin të motivuar vrapojnë, sakrifikon një gjë që ndoshta te klubet jo gjithmonë ndodh kjo, është sepse dihet lavdia që ka Kupa e Botës. Pra nëse një futbollist duhet mesin histori, është Kupa e Botës që e bën një farë të përjetëson kujtimin e tij, sepse sado që të fitosh Champions League apo kampionate aty ku ti merr pjesë, sigurisht që kanë vlerën e tyre, por ama Kupa e Botës është vitrina më e lartë historike, nuk mund të them si cilësi i futbollit, sepse Champions League është një nivel i jashtëzakonshëm, por në lidhje me këtë pjesën e motivimit që mund të ketë edhe Mbappé, një lojtar i cili nuk është, mund të themi se është nivelet e dorastumit për mënyrën se si trajtohet ai te klubet, por ama fakti që ato punojnë edhe me psikolog, besoj se është i qartë se Kupa e Botës është e bën atë hynë histori. Sigurisht që ti është lider edhe lojtar kryesor të Franca, është plus i madh sepse realisht Franca është e mbushur me lojtarë me yje, sidomos te pjesa sipër, te pjesa sulmit, ku ka lojtarë të jashtëzakonshëm siç është sulmi i Parisit me Dembele, edhe me lojtarin tjetër të ri i cili ka bërë një sezon fantastik, qoftë edhe Barcola që është rezervë të Parisit, futet te Franca, ndryshon ritmin e lojës, apo Olis i cili është ylli i Bayernit, pra po flasim për një skuadër e cila të drejtën në kuptimin e mirë të fjalës ka dhimbje krytit trajneri, sepse janë pothuajse gjithë një lloj se kemi aktivizuar nga fillimi. Lidhe me Spanjën, gjykoj se jo këtë rastësisht është ajo performancë e Spanjës, po ta shohim edhe organiken që ka, në mënyrë që lojtarët yjet të cilët europianin e fundit kanë shkëlqyer, nuk kanë ardhur në formën e tyre më të mirë te ky kampionat botëror. Në te Spanja diferencë shumë të madhe, kanë bërë dy lojtarë të krave, Yamal dhe Williams, gjë që nuk ishin as të aktivizuar që nga fillimi prej problemeve fizike që kanë pasur më përpara. Po ti shohim këtu edhe mungesën e një kohë shumë gjatë
të mësfushohet më të mirë të sezonit kaluar në botë siç është Rodri, i cili vjen pa rritem luhet nga dëmtimi i stërgjatën që i ka nol. Besoj se të gjitha këto sigurisht që nikojnë të një skuadër e cila të drejtën pritshmërit janë të larta, por këto kompeticione kërkojnë që lojtarët të keshin maksimumin e tyre, sepse nuk ke shumë kohë për ta marrë veten gjatë kompeticionit, por të kena parasysh se një muaj gjys nuk është i gjithë kompeticioni. Sigurisht që pritshmëritë janë shumë të larta te Anglia, duke pas parasysh edhe ekipet angleze bashkë me kampionatin ku janë prezent të gjitha finalet e Kupave të Europës dhe kanë kampionatin më të fortë në botë. Dhe sigurisht që për nga organika është një skuadër që ka pritshmëri të larta, por them drejtën historia e Anglisë shpeshherë ka treguar se kanë jo në pak raste zhgënjyse, duke pas parasysh pritshmëritë, mundësitë dhe ato që kanë arritë në fund. Kështu që sonte besoj se duhet të shohim një ndeshje të mirë mes Anglisë, e cila është një skuadër me shumë kualitet, dhe Kroacisë, e cila në një farë mënyrë ka përcjell një brez të artë nëpërmjet kësaj kupe bote, ku realisht ai brez kanë bërë një gjatë, kanë arritë gjëra të jashtëzakonshme me atë kombëtare. Portugali-Kongo, barazim 1-1, me shkruan kolegu im Fatos Lamaj, nis me hap fat se Portugalia botërorin Çaku. Për rezultat surprizë? Po, se ne sapo e komentuam duke lakuar edhe Ronaldon. Surprizë është sepse unë edhe Portugalinë e fus të këto skuadra të cilët kanë një kontingjent plot sportistësh, bëmi po ndoshta 70% e lojtarëve pra kontingjentit të Portugalisë losin nëpër skuadrat mëdha, por ajo që thash më përpara, ajo që më bën përshtypje janë barazimet në këtë fazë të ndeshjeve të para të këtij botënorit. Na nuk e ndoqëm në ndeshjen, por ajo që unë kam burë këtë periudhë, pra ose shkut më saktë ekipeve të mëdha, pra siç ishte Spanja, siç ishte Franca e pjesë të parë. Gjermani nuk po du me fut sepse thash më përpara Curaçao ishte një skuadër jashtëzakonisht shumë e dobët, të cilët me në gjuhën popullore me dhimbje të sytë e ballit të patit në futboll. Ajo që më ka bërë përshtypje është sepse këto skuadra nisin ndeshjen ose pjesën e parë apo fragmentet e para të lojës me një ritëm shumë të avashtë, me skuadra të cilët luajnë vetëm paralel me intensitetin e duhur të një ndeshjes, edhe ajo cilët mram e te i kaloi këtë gjë ishte vetëm Franca, cilët pjesën e dytë sikur më thoi se i rriti ato fuqitë motorike të skuadrës, edhe rriti të nxjerrin pa të lojtarët e mirë që ka për ta fituar ndeshjen. Ndërsa Spanja tek Franca, i kthem edhe herë në momentit të Mbappes, më duk që një lojtar i rilindur me shumë kënaqësi, po e prit ashtu si edhe Messi, si u përlot tek goli i parë, edhe Mbappe u lumturua me performancën e tij. Duket se edhe ky ka kaluar probleme dhe ky start i mbar i tij duket se ishte një sinjal edhe për problemet që ka kaluar. Po, e tha personazhi më parë shumë mirë pjesën e rëndësisë të kompeticionit për këtë lojtar, sepse Mbappe është një lojtar i pothuajse i plotësuar, edhe ndoshta për të fituar një kompeticion të tillë, normalisht çdo lojtar bën maksimumin. Duke pas parasysh që edhe s'po them se mosha e tij është e madhe, por kompeticioni i botënorit është herë në 4 vjet, edhe ndoshta vitin mas 4 vjet është shumë më i plakun se sa këtë kompeticion. Pra Mbappe, jo vetëm Mbappe, por e gjithë Franca, pra paktën çka pash pjesën e parë, ishte një skuadër e lezetshme, siç Spanja me Cape Verdën, pra ishte një e lezetshme me disa pasime paralele të cilët i jepte mundësi
më vendos Senegali më vendos për me pas kohë rivenosit, do nëse ata humbshin topin, kishin kohë për të rivenos për të marrë pozicionet në mbrojtje, kurse pjesa e dytë ishte krejt ndryshe, pa me një Francë me ngry Mbappé, siç e the edhe ti, shumë më agresive, shumë më shpejt, shumë më vertikalizuese, që i na dha mundësi edhe për ta fituar. Pas qëllimit të golave Mbappé duket se lëshonte mesazhe nga tribuna dhe lëshonte mesazhe entuziazmi, jo vetëm personale, se shpesh herë sportistët kur shënojnë përcjellen edhe me gestikulacionet e tyre, zemër apo përshafime puthje edhe për familjen, por duket se kishte edhe mesazhe profesionale nga tribuna, me drejtuesit me ndonjë specialist të përkatës. Në lidhje me këto mesazhe që po thonë nuk se i kam bure, por po kthejmë edhe herë. Jo, kam konstatuar sepse disa në dy momente ajo u ndal gjatë me gestikulacionet e tij. Po rikthejmë edhe herë te ajo pjesa jo thjesht përshëndetse, po diçka donte të thonte. E Mesit, ku ai nuk qartëson se çfarë problemesh ka pas, por ama thot emocionohem nga te goli, sepse kam kaluar disa probleme dhe ne duhet kuptojmë se futbolli është për te fushë blert, normalisht që ka edhe një jetë sociale mbrapa dhe sigurisht që këto sportista duhet kuptojmë se kalojnë një presion të jashtëzakonshëm, publiciteti shumë i madh tyne, presioni shumë i lartë, sa më lart si shkosh presioni është shumë i lartë dhe sigurisht që këto probleme hasen edhe ne asnjë prej nesh nuk është i shqetësuar se çfarë probleme kanë kaluar, ne gjithë komentojmë i bazën e performancë që ato kanë në fushë dhe shpeshherë duke u anashkaluar kjo pjesa, përjetojnë edhe momente shumë të vështira. Ndërsa në lidhje me Mbappén, besoj se nuk di për probleme të tjera, por ama në këtë periudhën e maksimumit publicitetit mediatik, normalisht që ka edhe një garë të jashtëzakonshme mes tyre yjeve për të kanë golshënuesi më i mirë i historisë kupave të botës e tjerë ku normalisht që diskutohet çdo ditë. Në lidhje me ajo që thuhet profesori se me drejt shohim shumë barazime në çdo para, gjykoj se madje në aspektin kështu shoqëror dhe jo profesional, po kishte zëra disa miq tonë pak sa të zgënjur të si ndjekin ndeshin pak a shumë edhe me imazhin e bastëve, fiksimit të rezultateve. Po shpreshin se po vendosen barazimin. Jo, unë shoh në aspektin teknik të drejtën. Ku janë barazimet e rrezueshme. Kjo pjesa është një opinione. Është një po tjetër, për atë është i bukur futbolli sepse të gjithë komentojnë pafundësisht, pra nëse kena një pikë turë shumë pak e komentojnë, se kuptojnë, ama në lidhje me futbollin. Po theksonte në i do që s'ke dinat, në i do që do barazimet. E kanë këtë problem, por që unë shoh në këtë aspekt sepse nuk mund të fillosh qysh në meshët e para me maksimumin tënd, flas gjithmonë për ekipet e nivelit shumë lart. Duke pas parasysh edhe formulën ku dy të parat dalin, shumica e ekipeve të treta më të mira prap dalin, pra një farë mënyrë këto mirë, shumë të sigurta dhe sigurisht që nuk mund shkarkojnë gjitha bateritë që në meshët e para. Sigurisht që ne shohim Capo Verde apo një skuadër e cila është e dorës 2-3 dhe sigurisht që ajo është në tension bën maksimumin atë ndër sepse ajo është mundësia e tyre dhe sepse nuk pretendojnë të kualifikohen për më atë. Besoj se formula me shumë skuadrave që krijohet mundësia për të kualifikuar si e para, si e dyta apo si e treta shumicë, gjykoj se i krijon një farë komoditeti që kompeticionin këto skuadrat e nivelit super të lartë ta marrë me një ritëm gradual ku ajo pjesa e maksimumit të jetë një fazë të dytë. Gjëra që shembulli në një farë mënyrë, pavarësisht se kjo është i minimizuar me koha, është Paris Saint-Germain në Champions League që ka 2 vite, ku normalisht në fillim nuk ka një ritëm shumë premtues, ama shkon të i rrit nivelin dhe te pjesa finale është skuadra e cila ka gjendjen më të mirë. Gjëra që besoj se do shohim diçka të ngjashme edhe te këto skuadra sepse sidosi të cilët puna Kupa e Botës rreth atyre skuadrave historike gjykoj se do të jetë. Durant Tafa u shpreh pak më herët se skuadra ime zemrës nuk është në botror. Ndërkohë Shqiptanit skuadra jam e ka shumë kohë si nuk është në botnor fakt. Sepse unë jam tifoz me Italinë, pra ne nga tifozin aty spektator. Dy italian, njëri po sigurisht se nuk kena ardhur për me çak, këtu kena ardhur për me shumë kënaqësi, por që realisht është gjëna që nuk është pjesë. Mungesa e pavarësisht sa i mungon Italia këtij botrori. Unë gjykoj se i mungon shumë, sepse them drejtën
sido si të jetë, Italia, Gjermania, Brazili e tjerë kanë bërë historinë e kësaj kupe. Dhe jam ka 4 kupa bote dhe sigurisht si fanela e Italisë i mungon shumë, pavarësisht problemeve që ata e kanë dhe patjetër që i kanë reflektuar në mënyrën më të keqe të mundshme, por ama është sido si të jetë, është mënyrë që ne të shohim një Francë-Senegal, e mënyrë që të shohim një Francë-Itali. Nuk ka rëndësi niveli i Italisë, ama historia si ata mbartin mbrapa dhe gjithçka ajo fanel përfaqëson, sigurisht se është një mungesë e madhe, por në fundit nuk është faja askujt përveç e atyre. Por gjykoj se nuk është vetëm thjesht mungesë për tifozat italian, gjykoj se është një mungesë shumë e madhe edhe për tifozat gjerman apo tifozat brazilian apo francez, sepse e çajnë edhe këtë faktin se italianë nuk është mirë dhe të paktën të ishin përballë në këtë periudhë me të në këto kompeticione për të rregulluar disi bilance. Me qemi të skuadrat që ne preferojmë Qaku? Unë jam tifoz gjerman. I deklaruar prej kohësh edhe në këtë studio. Normal unë jam tifoz gjerman. Unë kam pas fatin 2000 paktin për dhe, sa ne jena një vend i vogël edhe neve dhe kombëtarja nuk na jep mundësi për të kenë në të kompeticione ndoshta për pa tifo për vendin tonë, na ka vaqi ndoshta me kenë me një shtet tjetër, ndoshta edhe ta shikume nga familja. Unë kam pas fatin pak me fatin vetë po Gjermani kampion bote në 2014. Me që fikim nga familja, Ben Qaku është me Gjerman, e tërë familja Qaku është me... Baba është tifoz gjerman, por këta kohët e fundit është më shumë me futbollin e bukur. Nuk është më ai fanatiku, por ajo që unë du me thonë më mbrapa është sepse me që kam pa përveç normalisht gjerman nuk e quajta me thonë drejtë neshe, më duk më shumë si në neshe shtervitore. Nuk ishte kundërshtare për që ne për të vlerësuar potencialin e Gjermanisë, pavarësisht se ata janë gjithmonë futen në grupin favorit për ta fituar si kompeticion, por nuk ishte kundërshtari dunshi ne me dhënë një vlerësim për to, por ajo që unë du me thonë është sepse nga pak unë jam bë përveç gjermanëve, nga pak ma që kam pa detesh, unë jam bë diçka tifoz me lojën dhe me talente që ka Maroku, por shumë më shumë me mënyrën se si e kanë interpretuar ndeshjen me Japoninë. Me thonë drejtëm ka bërë shumë përshtypje shumë gjana të skuadër, pra duke filluar nga perfeksioni taktik, të cilët ishte si një skuadër komplet, si një skuadër e shkrimi komplet në bashk, edhe mënyrë se si lusin futbollet në të kundër Hollandës, ka bërë përshtypje se kuni shumë mirë, e vetëm gabim për mu në anë teknike që unë pash ishte sepse ata pritin shumë mrapa Hollandin, edhe i dhonin mundësi për të kenë pak lërë portës të Hollandës. Aja cilët mund ka ba dhe mban shumë simpatizant për ta, është edhe mënyrë se si ata interpretojnë ndeshjen mrapa, duke pa fotografia që ne kena pa të në rrjetet sociale, mënyrë se si lojnë loma dhe zdeshje, mënyrë se si tifozet pastorin vendin ku janë, ata diftojnë që janë një popull të mërësisht korrekt, edhe nga këto, jo vetëm sportivisht, po nga këto gjona më mbajnë për ti përqy. Dori, në një farë mënyrë, si tifoz italian, pati pak shpresë se Italia deri diku dhe mund të shkonte në botëror duke pas parasysh problemet e Iranit, por u zgjidh në momentet e fundit. U zgjidh në momentet e fundit. Politika është politikë. Me që jemi me politikë skepse me shuzilën. Kur që ki bëj Ismetin, edhe kaq. Dhe me që jemi të Mirari ka shfaqur disa pakënaqësi në lidhje edhe me regjimin edhe me atë sistemimin, sepse i duhet sipas asaj që është miratuar. Unë nuk e di, po ky pas ndeshjes të lërë Amerikën dhe të rikthehet. Ky kampionat botëror ka pati disa probleme, kolegët mund ta dinë edhe më mirë. Kontrollet e ekipeve. Nuk e di me cilin ekip është Cannavaro kampion botet. Me Uzbekistanin. Një kontroll vetëm narkove ju bë ata. Jo, ja që të banë përshtypje, më falë përsër që... Ishte penalizimi që ju bë arbitrit somales, ishte i tërp, mas me manë tërp i malë diplomatik, se kampionati botënor, me ta mund tje pret kampionatin botënor, por janë organet tjera kompetente që e majnë organizimin, pra ishte i tërp. Nuk e di, s'ka nova si herë në këtë histori, por është edhe hin edhe me një presion shumë të madh kur bëhet ai kontroll.
Ty s'bëhet me ecë. S'bëhet me ecë, nuk një shërhat. Ato kontrollet në dogan me qëndë antidrogë. Me qëndë antidrogë, po me orë tona. Ne kur kena gara diku në për stadiumet tjera, pra një orë largë edhe na duket shumë, se kështu janë stadiumet. Një orë largë me ultim, edhe një na keq. Janë parashikuar këto lloj masash. As edhe njerë nuk kanë noll me ekipet, me tifozat po. Është një botëror ndryshe ky. Një botëror që në një vend tjetër po luftohet, këtu po luhet. Botënor u ballë që u ballë Rusi, Ukrainë që e banën bashkë, botënor u ballë në Katar, botënor shamull në Katar. Mirë, flasim pak për parashikimet, kush janë skuadrat që e kalojnë grupin, duke nisur nga Çaku. Normalisht skuadrat e mëdha, personalisht unë jam për futbollin e skuadrave të mëdha, pra është ndryshe me pa një Spaj fillimisht Spaj Franca, po Spaj Gjermani, por unë jam për këto shtetet e mëdha, pra shtetet cilët përvojnë futboll, shtetet cilët keqa shef në një ndeshje, pra unë tham që këto skuadrat e mëdha kanë për të kalu, duke pa edhe formulën e këtij botënorit, pra që edhe vendet e treta kalojnë më të mira, kalojnë më nel. Surpriza ka për të pas, unë tham surprizë. Kush mund të jetë surpriza sipas jush? Shiqo, unë edhe në aspekte sportive, jo vetëm në aspekte ato njerëzore, po edhe në aspekte sportive, unë shoh Marokun edhe Japoninë që kanë për të qenë surprizë. Pra Marokun e shoh me talentet e saja, të cilët me një grup të talentum që kanë, pra pa me një lojtar 18 vjeç, unë atë natë po shifsha ndeshjen edhe mos ta shifsha në telefon që ai ishte 18 vjeç, unë s'po vesh re se kishte një moshë tillë, aq personalisht kishte si sportist, edhe mënyra se si lutet futbolli Japonia dhe jo rastisht ishte në poshtë disa ekipe të mëdha në përmirësore, por ata mund të jenë si tham unë si surpriza e kampionatit, ndërsa ekipet e mëdha unë tham që kanë për të kalu në Mondana dhe kena për të pa tham që kena për të pa një ndeshje të shumë të mira, nivele shumë mira. Harber erdhi dhe 2-3 momente unë dal tek Maroku, duket se e ka bërë për vete Maroku në këtë botëror. Për ju, kush janë skuadrat që kanë përqindjen më të madhe të mundësisë së kualifikimit në grupe? Shiko me drejt Duke i marrë me radhë. Marokun e thekson sepse ka zhvilluar një ndeshje shumë të mirë kundër një Brazilit, i cili normalisht për çmej që janë shumë të lartë, aq më tepër po të kena parasysh edhe trajnerin që Brazili ka për zgjallë për me shku shumë larg por surprizë me drejtë çun profesori sepse realisht Maroku edhe kampionatin botëror të kaluam ka bën një performancë të jashtëzakonshme, pra ka shku shumë lart. Por ama këto skuadrat si puna Marokut e tjerë përgjithsisht kanë një kompeticion, vështirë t'i bëjnë dy dhe për njët e qunë edhe surprizë sepse nuk i kanë kapacitetet si Italia, Gjermania. Mund ta bëjë surprizë Maroku? Kështu që pse jo mund ta bëjnë, pra pa një ndeshje shumë të mirë, sigurisht që është pak një ndeshje, por mbarë se sa do të arrijnë për me e majtë të ritmin, kështu që mund të jetë një surprizë e këndshme, por duke pas parasysh edhe kampionatin botëror të kaluam, nuk mund të quhet shumë surprizë sepse nuk e di ka shumë kadresh apo diçka shumë lart. Lidhe me formulën se jashtë, gjykoj se ekipet e traditës nuk do të kenë probleme. Ne jena mësuar që Kupa e Botës gjithmonë ka surpriza ku ka skuadra shumë të të cilat zgjenin që në fillim, por gjykoj se me këtë formulë se jashtë do të krijohet mundësia gjitha për të kaluar në grup. Përveç Marokut si thot profesori, realisht pritshmëritë e mia për të pas një surprizë ndryshe prej herëve të tjera është nga Norvegjia, ku gjykoj se ka ndërtuar një kombëtare të mirë dhe unë presi ata që të zhvillojnë një kompeticion shumë të mirë, pra Norvegjia gjykoj se i ka kapacitetet. Ndori, për ju kush është surpriza e këtyre ndeshjeve të para? Surpriza e këtyre ndeshjeve të para mund të jetë Japonia, siç e tha edhe profesori që është një ekip që duket si një trup i vetëm, shumë i konsoliduar. E shikoj se Maroku
Maroku për vetëm arsye se edhe kampionatin tjetër arriti të shkojnë deri në katërshë. Maroku mund të bëjnë surpriza, se nuk e diskuton daljen nga grupi, mund të bëjnë surpriza nëse eliminon ekipet të mëdha. Por ekipet e mëdha me këtë formulë që ka edhe vendet e treta mund dalin. Pra këta barazimet e shumta janë kalkulime, si thonë Italia me 3 barazime në grup 94 shkoi deri në finale. 3 barazime në grup. Ti po ka marrë rrezik me Italia, me 3 barazime. Kapi finalen. Italia gjithmonë kishte problem ndalen nga grupet. Mirë, mbyllim sepse i dham shumë minuta, rreth 45-50 minuta i dham botërorit, sepse aktualisht e meriton, është gjithë vëmendja është në botëror. Ne do jemi shumë pranë botërorit dhe në emisionet tona dhe shumë shpejt, pas përfundimit të ndeshjeve në grup do të kalojmë në transmetim të përditshëm me të ftuar për të analizuar ndeshjet se do të jetë pastaj me eliminim. Kalojmë tek atletika, se thamë do të gërshëtojmë edhe sukseset e sportit shkodran, atletika e meriton një gjë të tillë. Në studio kemi kupën e 18 radhatit që Vllaznia ka fituar në atletik për meshkuj, si dhe të 30-ën në historinë e këtij sporti, si dhe një vlerësim që ka marrë nga Federata Shqiptare Atletikës. Doran Tafa është në studio, ndërkohë që Rezia ka disa foto, pikërisht përmbledhëse të kampionatet të 88 kombëtar të atletikës, dhe Doran Tafa është njëri prej kuartetit të trajnerëve shumë të suksesshëm të dekadës së fundit, duke nisur nga kryetrajneri Albert Marashi, Bruno Rotani, Jetmir Jahaj dhe Doran Tafa, që për hitës e vërtetës, ma pohoj sot edhe kryetrajneri i Vllaznisë në atletik Albert Marashi, ka merit veçantë, ka fjalën për ju, Doran Tafën, që ka arritur rezultate fantastike me Mohamed Çengelin, një sportist i parametrave që kemi folë deri tashmë dhe do të flasim vazhdimisht për Franco Burren dhe të tjerë në skuadër, por Mohamed Çengeli ishte sportisti i momentit në kampionat, apo jo? Performanca në kampionat, si thënë, nuk erdhi rastisht, sepse Mohamedi pati rezultate shumë të alta edhe në Kupën e Shqipërisë. Regjia ka disa foto nga kampionati. Ku arriti që të kërcej 7-7-3. Ja, ky është Mohamed Çengeli, pra ky në mes i mesit të treshja. Dhe arriti që të rënditet në gjithë historinë e kërcimeve të Shqipërisë në vendin e tretë. Normalisht, vendin e parë mani Izmir Smajlej me 8-0-8, vendin e dytë Admir Bregu me 7-89 dhe Mohamed Çengeli me 7-73. Mas Kupës së Shqipërisë, kur doli edhe sportisti më i mirë i aktivitetit, pat me një aktivitet në shtetet e vogla europiane, ku arriti të dalë nën kampion. Në Portugali, më thënë? Në Monaco të Francës, dhe Franco Burra aty doli kampion, kurse Mohamed Çengeli doli nën kampion. Medalja argjend. Pati mundësi medalja dhe ashtu, po pat me disa probleme, se i thojnë rrashim shumë larg në pedan dhe na iku vendi i parë. Regjia marrë këthin pak foton saj kërcyesës. Ky është Franco Burra në finish, por në kampionatin kombëtar Mohamed Çengeli arriti të kthej 7-71, një rezultat shumë i mirë. Pra e kena konsolidu këtë rezultatin 7-70 dhe për Elois Heta, Mesa e për Servilit, Kolindo Kieri, në kampion në gare. Nuk ju ndërpreva. Foton e kërcyesës, dhe dosha të dila tek Mesa e figurës madhe të Vildan Tufit. Që quhet? Elois Heta, këtu është duke bërë gare në kërcimit Slarti. Shikoj një performancë ekstra, një kërcim. Është akoma e re. Sa vjeçar? Kjo është 14 vjeçe. 14 vjeçe dhe ka alak kohë, si e thonë që duke se ka marrë parametrat të rezultatit e Luan Hetës. Trupi i saj është tepër i mirë dhe besoj që me punën dhe për kushtimin që ka trajneri kaq i saj, besoj që kanë të kapë rezultate shumë të alta. Kush stërvitet me te? Jetmir Jaja. Vetë gjatësia saj trupore jep, si e thonë, garanci për të ardhmen. Është paka shumë edhe
një amanet, më themi, Vildan Tufit, normale, një merak i ti, përpara se ndaj nga jeta kishte. Bruno Rotani dhe Jetmir Jaja kanë dalë nga durët e përsër Vildan Tufit. Mirë, vazhdojmë me tjerët, kjo është grupi fitues. Grupi fitues, gjatë kampionatit, Franco Burraj arriti të dalë kampion në garën e 200 metrave dhe 400 metrave, Dorian Idrizi në garën e 110 metrave me pengesa dhe në 400 metra me pengesa, Sidrit Kopliku, pra janë sportista që kanë fitu nga 2 gara, Sidrit Kopliku në garën 800 dhe 1500 metër, Endri Rakaj në garën e 100 metrave, Mohamed Çengeli në garën e kërcimit së gjati, Kolindo Kiri në garën e 3 hapshit, Risa Rasa në garën e kërcimit së gjati dhe Franco Burraj Risa Rasa, Franco Burraj, Çardaku, Dorian Idrizaj, Rakaj dhe pra si që thash Frankaj arritën të fitojnë edhe stafetën 4 herë. Profesor, thamë me herët se ju jeni prej sa vitesh e stërvisni Mohamed Çengelin? Mohamed Çengeli mu më ka ardhë në moshën 9 vjeqare. Kam pothuaj se 19 vjeç që e stërvis. Farë veçante ka këtë djalë? Shpirtin e bardhë. Shpirtin e bardhë është shumë i përkushtuar, shumë i rregullt. Nuk është e thënë se vetëm stërvitet, por man edhe një regjim tepër rigorës për të marrë formën e tij. Duke se është i përkushtuar edhe në procesin servitor, një djalë i edukuar. 2 vjet rresht kena pas shumë probleme, një herë një rupturë muskulare, kurse problemi i vjeçëm ishte edhe më i rënd, pupalgji, pupsat, si e pati edhe Jamali, që është një traumë shumë e rëndë. Ishte në kulmin e formës, por nollin, kur punon shumë nivelet në alta, si aty është në 8 briskut është edhe dëmtimi. Pra ashtu që kemi folur me superlativa dhe flasin në vazhdimsi përsëri për dyshën Bruno Rotani, trener dhe Franco Burraj në vrapime, por dhe në kërcime, tashmë kemi edhe dyshën tjetër, Dorian Tafa dhe Mohamed Çengeli, pra vllaznia vazhdon përposhtë trofeve edhe të spikas me elementin. Por shpresojmë shumë se nesër nisen për në kampionatin ballkanik në Volës. Dhe shpresojmë shumë si thënë tek Franco Burraj dhe Mohamed Çengeli që të kapin rezultatet në alta. Përpos kësaj dyshi kush janë tjerë nga vllaznia? Pos kësaj është Endri Rakaj në 100 metër, Leandro Çadaku mund të bajnë stafetën ose 200 metrat, Kolindo Kiri 3 hapshin dhe Franco Burraj. Trajner nga vllaznia? Trajner nga vllaznia këtë radhë janë Bruno Rotani dhe Albert Marashi. Shkojmë për të konfirmuar rezultatet tona, normalisht edhe në qoftë se jena në formë edhe me kap medalje me Frankon dhe Mohamedin. Tu përfaqësohet kombëtarja e Shqipërisë. Këta janë pjesa e shkodranëve, si thënë. Kombëtarja e Shqipërisë përfaqësohet edhe me një hulc të mirë që stërvitet në Greqi, i cili doli edhe sportisti më i mirë aktivitetit. I hedhës Çekiçit. Pra, me Franco Burraj, me këtë, nuk ja di fort mirë emrin. Si janë raportet me presidentin e ri në moshë, por edhe në detyrë, Izmir Ismailaj? Presidenti i ri, faleminderit për ti, na ka mbështet, na ka ndajt pranë, pavarësisht se fondet nuk i kanë pas ashtu si duhet këtë vit. Shpresojmë që t'i dhurojmë sa më tepër medalje, që edhe ai t'i shpërblehet puna. Në një bisedë private me Izmir Ismailaj e ngacmova pak dhe po i thosha se vllaznin atletikën shkodrane po e mban pak si me hatër. Ai më kthye më një herë haptas në sy dhe të një grupi tjetër nga Tirana. Po kur po smajta vllaznin, këtë duhet më, se vllaznia po na nderon. Dhe po fliste me krenari. Të tham të drejtën, ai mundohet gjithë grupin e sportistëve. Ai mundohet me kanë sa më i hapën edhe me ekipet tjera, pavarësisht se ne kemi rezultatet dhe ka i herë dhe qeshme ne nuk mund ta bëj vetëm këtë ekipin me vllaznin, pra jam i detyruar me marrë pavarësisht se Tirana ka sportista shumë të mirë, të cilët stërviten nga ish presidenti Taulan Stermasi. Ka një i niveleve të larta. Në Kupën e Shqipërisë kishte performancë. Pra Luiz Agega në lanjen e sportit arriti të kaloj me pikë olimpike të dalin. Por me këtë kampionat ballkanik besoj që si Mohamed Çengeli ashtu edhe Franco Burraj, pavarësisht se Franco Burraj ka të konfirmuar, besoj që ta marrin ftesën për me shku në lojnat mesdhetare që të cilat bahen shtator
edhe Muhamet Çengeli, besoj. Se katër ftesa janë për atletikën, besoj që t'jetë edhe Muhamet Çengeli pjesë e kësaj kote. Dhe e fundit esenca, harmonia mes kuartetit të trajnerëve, si thamë më herët, kryetrajnerit Albert Marashi, Bruno Rotanit, Jetmir Jahet dhe Dorian Tafës është në studio. Bamas me kanë kjo harmoni, ndoshta mas me thënë kena trashëgimi edhe për trajnerëve që kena pas më përpara. Vildan Tufit, profesor Gzimit, i cili po kanë përsori edhe jemi dashur. Respekt për këto dy figura që me të drejtë dhe legjendës gjallë Isak Balc, pra e trashëgojmë për tyne dhe mundona me mojt aty ku duhet që shkojmë ta çojmë emrin e vllaznisë nalt e manalt. Dori Tafa, edhe një urime për këto. Keni diçka tjetër për të? Me këtë rast deshta me falenderu edhe Bashkinë Shkodër, kryetarin Benet Beci, i cili na ka mbështet dhe ka premtu shumë gjana të mëdha, si thënë, me na bë edhe sallën e zhdeshjes, e cila do të jetë edhe gjysa palestër. Besoj se me këta rezultate, jo se kena pas fondin e mirë, besoj se me këta rezultate, besoj se do të na plotësojnë edhe më tepër fondin, që të kena edhe ne, mos ketë vetëm një Franco Burra, mos ketë vetëm një Muhamet Çengeli, po të ketë shumë heroj atletika e vllaznisë, mos me thonë Allah jo shqiptar. Mirë, kalojmë nga atletika tek sukseset e klubit futbollit Shkodra. 2 ditë më herët ishte një festë përmbyllëse e sezonit, ku klubi i futbollit Shkodra, që drejtohet nga kryetrajneri Tayyip Piranici dhe presidenti Florence Marko, festuan sukseset e sezonit. Njëri prej sukseseve më të spikatur ishte edhe ekipi që drejton trajneri që është në studio Arber Shqytani, KF Shkodra U17 që u shpall kampion i Shqipërisë dhe në kategorinë e parë do të luajë në Super League sezonin e ardhshëm. Janë disa foto të Shqytanit me grupin e tij dhe një emocion. Do të jetë me pas edhe kronika për mbledhjes së kësaj feste, por për Shqytanin ky sukses. Sigurisht që gatë është kënaqësi, po tjetër arritja çdo suksesit, as më tepër në fund sezonit, ku normalisht është gjithë puna e sezonit, kur kurorzohet me një trofe të ngjan sikur ke marrë edhe shpërblimin e duhur për gjithat mundeve të sakrificë që gjithaj grup sportistash bashkë me ne kanë zhvilluar gjatë një sezoni dhe po tjetër se është kënaqësi, ashtu sikurse besoj se siç e thamë, gjithë ai organizim ishte mbyllja më e mirë e mundshme që mund të bëhet e një sezonit ku krahas U17 kampion Shqipërisë për kategorinë e parë doli edhe ekipi U16. Në momentet e fundit nuk ju kriju mundësia U19 për të siguruar të paktën play-offin për ngjitjen Super League, pra me këtë duhet të them se gjitha ekipet kanë konkurruese dhe ka një sezon shumë i mirë për Akademinë Shkodra dhe kjo tregon edhe një herë për potencialin e jashtëzakonshëm që ka ky qytet, ku krahas Akademisë Vllaznia, ashtu edhe Akademia Shkodra, pra ka një nivel të lartë, gjatë që them drejtën nuk e haste qytetet e tjera Shqipërisë, përjashtojmë këtu Tiranën, ku tashmë Tirana nuk është një nga qytetet e Shqipërisë, por është më shumë se gjysma e Shqipërisë. Kështu që gjykoj se e gjitha kjo është një gjë shumë pozitive për qytetin e Shkodrës, që krijohet mundësia shumë sportistave për të aktivizuar në nivele shumë të mira, me maksimumin e anës profesionale, me kushtet dhe mundësitë që ne kena, dhe gjykoj se është shumë e rëndësishme kjo për qytetin e Shkodrës. Vazhdimësia e Shqiptanit me klubin Shkodra do të vijojë me të njëjtin pasion, me të njëjtin angazhim dhe përkushtim? Sigurisht që pasioni, angazhimi, përkushtimi është pjesë e jona, sepse është një nga ato profesione ku normalisht nuk mund ta zhvillosh nëse ti nuk i ke ato që tha më përpara. Sigurisht që unë aty jam një shumë mirë, është një klimë shumë pozitive dhe mjetana profesionale, ku duhet theksuar kjo se jo shumë shpesh haset kjo pjesa. Sigurisht që kjo është merite drejtuesave, me në krye trajnerin dhe themeluesin e asaj akademias atij klubi që është profesor Tayyipi bashkë me profesor Udin, por edhe në mbështetjen e Florence Markut, i cili them drejtën ka bërë që me mbështetjen e tij gjërat të funksionojnë
edhe më mirë, kështu që gjykoj se është një ambient i përshtatshëm dhe sigurisht që është kënaqësi për këdo si zhvillen punën e ato kushte. Qaku, bilanc fantastik i Arbërshqiptarit, 27 ndeshje, 26 fitore, një barazim dhe golevrash plus 99. Shifrat e frikshme të trajnerit shqiptar. Unë kam njek disa ndeshje të kampionatit. Realisht puna e profesor Arbit në skuadër është jashtëzakonisht shumë e madhe, pra veç shifra si sa po theti një skuadër të cilët ka dominu krejt këtë grup mosh, ajo që mu më ka bëjë gjithmonë që të flas në mënyrë më të mirë të mundshme për këtë skuadër është sepse një skuadër e tillë në një të rujtje ekuilibrash për një seson të tillë difton një punë kolosale dhe mjaft profesionale. Ajo cilët unë them është shumë e mirë që edhe Shkodra me disa grup mosha ka për të kënë në Superliga dhe ka për të dhënë rivalitet shumë të mirë veriut. Ndërkohë në aspektin tuaj personal mbyllet një sukses tepër pozitiv, kampion e kategorinë e tretë, si do të jetë sezoni i ardhshëm? Ka ndonjë organizim tjetër apo do të vijoni me vazhdim B? Aktualisht na kena ka 2 javë që kena mbyllur se vitet me ekipin e dytë. Skuadra është lënë pushim deri në një moment të caktuar, ndërsa për sa i përket ardhmës normalisht që do t'ja lojmë drejtuesave, momentalisht po shihim vetëm kampionatin botëror, po shohim vetëm ndeshjet e kampionatit botëror dhe momentalisht kaq kena. Jo, veçanse çeket botëror do të keni ftesa, të tjera për ditët e ardhshme, sidomos për ndeshjet në serie finale. Në sa ku ti të kesh fuqi edhe të drejtosh emisione të tilla, absolutisht që unë do të vi gjithmonë me kënaqësi më të madhe tek ju. Bukur. Lamë për në fund pa shumë e rëndësishme, vazhdia e Shkodrës, se nuk do të komentojmë gjatë, sepse edhe të tillat janë lëvizjet, janë konsumuar në edicionet e lajmeve, Mercato janë 3 zyrtarizime, drejtashmë ka pasur edhe largime, është hedhur shorti për tuajin e parë të UEFA Conference League, vazhdia do të luajë përballë Malishevës së Kosovës me datën 9 korrekt ndeshja e parë në Loro Boriçi dhe me 16 ndeshja kthimit në Prishtinë. Nuk luhet në Malishevë, por në Prishtinë, aty ku vendoset fati i kualifikimit në turin e dytë, ku nëse kualifikohet Vllaznia, është mësuar edhe sot shorti për kundërshtarin e mundshëm në turin e dytë është një skuadër skoceze për Vllaznia, në një farë mënyrë përgatitet për të fluturuar drejt Skocisë nëse kalon Malishevën, por është një provë jo pak e vështirë. Barazimi i sotëm në emisorin Vllaznia Deciç ishte një test për të dyja skuadrat, pas ndeshjes ka folur zëvendëstraneri dhe drejtori i klubit të Deciçit Asim Gjokovic, një ish futbollist kampion me Vllaznin përpara 25 viteve, i cili vlerësoi emisorin dhe testimin që bën të dyja skuadrat në prag të ndeshjeve ndërkombëtare, si Vllaznia ashtu edhe Deciç. Ndërkohë nga kampi Kuçi-Blu nuk kishte asnjë prononcim, kështu na u tha zyrtarisht edhe nga klubi Vllaznia, nuk kishte prononcime, do të flasim në një moment të dytë, por ne do të ndjekim her pas here me edicionin e lajmeve, por edhe me emisionet e ardhshme që do të kemi për botorin të kryetuar edhe me sportin lokal. Në mbyllje do të keni 2 kronika, pikërisht fillimisht kronikën e hedhjes së shortit për UEFA Conference League, ku Vllaznia do të ballafaqohet me Malishevën e Kosovës dhe kronika tjetër do të jetë për sukseset e klubit e futbollit Shkodra. Falenderoj pjesëmarrësit në studio, Dorita fat një herë urime për këto suksese, kjo kupë na nderoi sonte, si zakonisht na shoqërojnë kupat e Shqiptani. Urime për performancën tuaj me skuadrën e Shkodrës dhe suksese tashmë në Superligë. Faleminderit shumë gazet. Qaku, falenderit. Shpresoj të jeni sërish mirë në vëmendjen e stafit të akademisë
dhe të Vllaznisë B. Së bashku me kolegët e mi të pultit të transmitimit të Ensar Basha dhe Florian Gerdani, si dhe të montazherëve tanë që kanë përgatitur kronikat Ledi Dani dhe Orim Hysa, nga unë Gaspar Marko, përshëndetja përmbyllëse, do të takohemi javën e ardhshme për të tjera komente dhe me pas do të jemi më shpesh për të folur për botrojnë sapo të përfundojnë ndeshjet në grupe. Deri atëherë mirupafshim. Vllaznia ka njohur rivalin për turin e parë të Conference League. Kuqeblut do të jenë përballë ekipit kosovar FC Malisheva. Ndeshja e parë do të luhet në Shkodër me 9 korrik dhe ajo e kthimit pas 7 ditëve në Prishtinë. Ekipi kosovar ka arritur për të tretin vit radhazi të kualifikohet në Kupat e Europës, ndërsa në faqen zyrtare në rrjetet sociale, në lidhje me ndeshjen me Vllaznin, shkruajnë: Përshëndetje KF Vllaznia, shihemi së shpejti në Shkodër. Shorti na vë përballë vëllezërve tan nga Shkodra. Ndeshja e parë do të zhvillohet në Shkodër, ndërsa e kthimit në Prishtinë. Jemi gati të bëjmë historinë. Ekipi nga Kosova ka njohur një rritje të ndjeshme sezon pas sezoni, duke ndërtuar një grup konkurrues dhe me cilësi të konsiderueshme. Sipas vlerësimeve aktuale të tregut, Malisheva ka një vlerë totale prej rreth 6 milion eurosh. Pika më e forte kundërshtarit të Vllaznisë mbetet reparti ofensiv. Gjulani, Aliu dhe Diatta konsiderohen ndër lojtarët më të vlefshëm të ekipit, me secilin prej tyre të vlerësuar në rreth 500.000 euro. Gola shënuesit më të mirë të skuadrës ishin Bruti dhe Diatta, me nga 9 gola secili, megjithse i pari tashmë ka bërë hapin e radhës në karrierë duke u transferuar në Kroaci. Ndërkohë, Vllaznia vijon edhe përforcimet në merkato. Klubi kuqeblu ka njoftuar afrimin e një futbollisti kroat. KF Vllaznia ka kënaqësinë të njoftojë arritjen e marrëveshjes me futbollistin kroat Bruno Brajković, i cili do të jetë pjesë e kuqebluve për sezonin e ri. Mesfushori ka firmosur një kontratë 1+1 me të drejtë rinovimi edhe për një sezon tjetër. I urojmë Bruno suksese me fanillën e Vllaznisë dhe sa më shumë arritje së bashku në rrugën drejt objektivave tona, thuhet në njoftimin e kuqebluve në rrjetet sociale. KF Shkodra, shtëpia e kupave dhe lojtarëve të së ardhmes, ishte motoja e këtij viti e festës tradicionale të fund sezonit nga klubi i futbollit Shkodra. Tashmë një nga klubet më të suksesshme të futbollit shqiptar, mysafir të festimeve ishin figura të njohura, jo vetëm nga Shkodra, por edhe më gjerë. Kam kënaqësinë e krenarin që ndodhem në një qytet që i ka dhënë shembullin futbollit shqiptar. Dhe të gjitha prej ata, që nga ata që kanë shkuar botën tjetër dhe sot ata që jetojnë sot. Këshilla jame është që përgatituni me vujt shumë, sakrifikoni në qoftë se doni më bë dikush në jetë. Profesor Laipi sigurisht që kam ju bë me vujt, gjithashtu në Rudi dhe trajnerët tjerë, sepse më bë futbollistin në nivel profesioniste, duhet me vujt shumë në fushën e sportit dhe duhet me eliminu shumë nga dëshirat që shumë të dëshirojnë me i bërë. Ky sezon në ka dhuruar rritje të jashtëzakonshme. Sot në ekipe me 239 futbollistë, akademia më e madhe në gjithë zonën e Veriut. Kemi fituar 2 titër kampion Shqipërisë. Ekipet U16 dhe 17. Sezonin e ardhshëm do të marrin pjesë në superiore, bashkë me ekipet 13, 14, 15, 16 dhe ekipi U19 kategorinë e parë. Një premtim sot nga ana ime dhe presidentit ton Florence Marko, ekipi i rritur, i cili do marrë pjesë në kategorinë e tretë, do pretendojmë dhe do të ketë objektiv për të ngritur në kategorinë e dytë dhe për të mos u largur drejt majës të futbollit shqiptar. Mjaft e veçantë ka qenë edhe surpriza e tifozëve për KF Shkodra dhe themeluesin e tij, figurën e njohur të futbollit Taip Piraniqi. Për arkitektin e Sport Klub Shkodra, strategun e futbollit, Zotin Taip Piraniqi, shoqata tifozëve ka përgatit një dhuratë panelen e shoqatës tifozëve. Këtë sezon, ekipet U16 dhe U17 u shpallën kampion, por festa ishte edhe për arritjet e ekipeve U15 dhe U19, si dhe ekipin e të rriturve, debutues në kategorinë e tretë të futbollit shqiptar.